Çfarë fshihet në sekretet e gjakut tënd? A ke menduar ndonjëherë se ato dy shkronja të thjeshta në kartën tënde të shëndetit grupi yt i gjakut mund të mbartin kuptime më të thella që zbulojnë anë të fshehta të personalitetit tënd? Carl Jung, themeluesi i psikologjisë analitike, na mësoi se simbolet më të fuqishme shpesh fshihen në gjërat më të thjeshta. Po nëse grupi yt i gjakut është më shumë se sa një klasifikim mjekësor, po nëse është një dritare drejt pavetdijes kolektive drejt instinkteve të tua më të lashta, sjelljes tënde dhe ndoshta edhe fatit tënd, përgatitu për një udhëtim magjepsës, ku shkenca takohet me mistikën ku pikat e gjakut në venat e tua zbulojnë sekrete për veten tënde të vërtetë. Gjaku yt flet. A je gati të dëgjosh? Kodi i gjakut si e lidhi Jung biologjinë me psikikën. A je pyetur ndonjëherë pse ndjen një lidhje të menjëhershme dhe të thellë me disa njerëz, ndërsa me të tjerë ndihesh si huaj? Po sikur gjatë gjithë kohës kemi mbartur një kod të fshehtë në venat tona, mirë se vini në një botë ku gjaku yt tregon më shumë për ty se sa gjendja jote shëndetësore, ai zbulon misteret e personalitetit tënd. Edhe pse Carl Jung nuk foli drejt për grupet e gjakut, ai ishte një mjeshtër në lidhjen e trupit me mendjen. Ai besonte në pavetdijen kolektive, një lloj biblioteke universale të brendshme, e mbushur me simbole arketipore që veprojnë në çdo njeri heroj, i urti, rebelët dhe të tjerë. Gjaku ka qenë gjithmonë një simbol i fuqishëm në të gjitha kulturat, lidhja e gjakut, gjak blu, gjak i nxehtë. Jung i adhuronte këto simbole, sepse të çonin thellë në shpirt. Është interesante që në Japoni u zhvillua një teori e quajtur Ketsui-Kigata, sipas së cilës grupi i gjakut A, B, AB ose 0 jep të dhëna për personalitetin. Edhe sot, në emisionet për takime në Japoni, njerëzit pyeten për grupin e gjakut. Dhe pikërisht këtu fillon magjia, mund të përdorim arketipet e Jung për të deshifruar kuptimet e fshehura të grupit ton të gjakut. Është si të zbulosh një hartë sekrete të shpirtit tënd, sepse ajo që rrjedh në trupin tënd dhe të jep jetë, mund të mbajë gjithashtu modele që formojnë pikat e tua të forta, dobësitë dhe thelbin tënd. Jung besonte se ne mund të bëhemi vërtet vetja jonë një proces që ai e quante individim vetëm kur kuptojmë modelet tona të brendshme. Të shohësh grupin tënd të gjakut nëpërmjet syve të Jung nuk do të thotë thjesht të mësosh fakte interesante, por të njohësh vërtet veten. Dhe kjo lidhet edhe me marrëdhëniet. A je pyetur ndonjëherë pse me disa njerëz përputhesh menjëherë ndërsa të tjerë të lodhin? Ndoshta përgjigjja qëndron në përputhshmërinë mes grupeve të gjakut. Urtësitë e lashta shpesh mbajnë të vërteta të mëdha në forma të thjeshta. Kur i shohim grupet e gjakut përmes botës simbolike të Jung, ne lidhim simbolet e lashta, psikologjinë moderne dhe realitetin biologjik në një mjet të fuqishëm të vetdijes. Grupi yt i gjakut nuk e përcakton se kush je, por mund të tregojë se cili rrugëtim ndjehet më natyral për ty. Kështu që herën tjetër që dikush të pyes për grupin tënd të gjakut, buzëqesh me dije, sepse tani e di ato dy shkronja A, B, AB ose 0 mund të përmbajnë një dije të lashtë për atë që të bën unik. Grupi i gjakut, arkitektët e ndërgjegjshëm të shoqërisë. Çfarë do të thotë të kesh grupin A në botën e arketipeve të gjakut? Sipas mënyrës së të menduarit të Jung, si tip A, mund të mishërosh arketipin e perfeksionistit ose të urtit. Ti i përket personaliteteve më të strukturuara dhe metodike, dikush që sjell rend në kaos. Këndvështrimi yt për jetën është pothuajse arkitektonik, krijon struktura, ndërtosh sisteme, planifikon me saktësi. Aty ku të tjerët shohin rrëmuj, ti sheh modele. Jung ishte i bindur se të gjithë ne mbartim brenda nesh modele të lashta sjelljeje. Te njerëzit me grupin A kjo shfaqet shpesh si një nevojë e thellë për harmoni dhe organizim. Mendo për këtë, ai rregullon automatikisht gjërat kur nuk janë drejt, a ndjen një kënaqësi të brendshme kur gjithçka është në vendin e vet. Kjo nuk është vetëm një veçori, është një shprehje e thellë e një arketipi. Teoria japoneze Ketsui-Kigata përshkruan njerëzit me grupin A si të përgjegjshëm, serioz dhe metodik, cilësi që përputhen në mënyrë perfekte me arketipin e perfeksionistit sipas Jung.
Kjo nuk është rastësi, por dëshmi se kultura të ndryshme prekin të njëjtat modele universale të sjelljes njerëzore. Nëse ke grupin A me shumë gjas, ke një botë të pasur të brendshme, një karakteristikë tipike e introversionit, siç e përshkruante Jung. Të pëlqen të mendosh para se të flasësh dhe preferon biseda të thella ndaj atyre sipërfaqësore. Kjo natyrë reflektuese të bën një dëgjues të shkëlqyer me aftësi për të kuptuar intuitivisht sisteme dhe ide të ndërlikuara. Dashuria jote për detajet do të ishte, sipas Jung, funksioni yt dominues, talenti i veçantë për të parë mospërputhjet dhe për të rafinuar proceset. Ndërsa të tjerët nxitojnë, ti vepron në mënyrë të strukturuar dhe të kujdesshme me përkushtim për cilësi dhe për sosmëri. Arketipi i të urtit, i lidhur me tipin A, kërkon njohuri përmes vëzhgimit dhe reflektimit. Ti mbledh dije në mënyrë sistematike dhe ndërton kuptim të thellë, jo vetëm informacion të çastit. Kështu, nuk je thjesht i ditur, por me të vërtetë i mençur i aftë për të parë lidhje që të tjerët i humbasin. Jung do të ishte veçanërisht i interesuar për mënyrën se si njerëzit me tipin A përpunojnë emocionet e tyre. Me gjas, i reflekton ndjenjat së pari brenda vetes, përpara se t'i ndash me të tjerët. Kjo nuk është ftohtësi, por thellësi e vetëdijshme, dëshirë për të reaguar me vetkontroll, jo në mënyrë impulsive. Në marrëdhënie, modeli i tipit A shfaqet shpesh si besnikëri dhe përkushtim. Kur i beson dikujt, angazhohesh plotësisht. U qasesh lidhjeve me të njëjtën përpikëri si projekteve të tua profesionale me përgjegjësi të lartë. Por Jung na kujtoi se çdo forcë arketipore ka edhe një anë të errët. Te tipi A kjo shpesh shfaqet si perfeksionizëm paralizues ose frikë që lind nga dëshira për kontroll në një botë të pakontrollueshme. Për Jung, ballafaqimi me hijen ishte një hap thelbësor drejt tërësisë psikike. Prirja jote për vetkritik do të ishte, sipas Jung, një funksion vlerësues introvert, një gjykim i drejtuar nga brenda. Në ekuilibër, kjo është një forcë e madhe që të shtyn drejt përsosmërisë. Kur është jashtë ekuilibri, mund të shndërrohet në një kritik të brendshëm që nuk të lë të qetë. Në jetën profesionale, personalitetet e tipit A shkëlqejnë shpesh në fusha që kërkojnë saktësi, planifikim dhe vëmendje ndaj detajeve. Për Jung, kjo është shpreja e funksioneve të tua psikologjike thelbësore. Qofsh studiues, redaktor, kontabilist apo kirurg, përpikëria jote është forca jote. Ti je personi të cilit të tjerët i besojnë kur kërkohet saktësi dhe ti e nderon këtë besim. Mënyra jote e kujdesshme e marrjes së vendimeve pasqyron atë që Jung do ta quante funksion mendimi, një vlerësim logjik dhe sistematik i të gjitha opsioneve përpara se të ndjekësh një drejtim. Për personalitetet më impulsive, kjo mund të duket si hezitim, por në të vërtetë, përpikëria jote shpesh sjell rezultate më të mira. Njerëzit e tipit A shpesh përjetojnë një tension të brendshëm interesant përballë rregullave dhe traditave. Nga njëra anë, vlerëson strukturat e qarta. Nga ana tjetër, vën në pikpyetje rregullat që nuk kanë kuptim për ty. Jung do ta shihte këtë si një dinamik të shëndetshme midis funksionit tënd dominues dhe atij ndihmës, nevojën për rend të shoqëruar me mendim analitik. Parimi më pak është më shumë me gjas të tërheq. Ti preferon cilësinë ndaj sasisë, qoftë në gjëra, në marrëdhënie apo përvoja. Jung do ta shpjegonte këtë me natyrën tënde të brendshme dhe prirjen për thellësi në vend të gjerësisë. Stresi shfaqet shpesh te tipi A kur rendi shembet ose përsosmëria bëhet e paarritshme. Jung do ta interpretonte këtë si aktivizimin e funksionit tënd inferior, atij aspekti të personalitetit më pak të zhvilluar dhe më të ndjeshëm ndaj reagimeve të tepruara. Pranimi i papërsosmërisë mund të jetë një hap vendimtar në zhvillimin tënd personal. Çfarë sekretesh fshihen në gjakun e atyre që kanë grupin e gjakut B? Sipas interpretimit jungian, personat me grupin e gjakut B mund të përfaqësojnë arketipin e eksploruesit ose rebelit, ndoshta më të pavarurit dhe më të përshtatshmit ndër të gjitha grupet e gjakut. Ndryshe nga tipi A i strukturuar, ti lëviz nëpër jetë me një lehtësi të habitshme, një cilësi që do ta kishte magjepsur Jung. Brenda teje ka diçka të shpejtë,
të rrjedhshme përshtatesh lehtësisht me ndryshime. Aty ku të tjerët shohin kufi, ti sheh mundësi dhe shtigje të paeksploruara. Jung besonte se arketipat janë modele universale sjelljeje që i tejkalojnë kulturat. Tek tipi B, këto modele shfaqen shpesh si një kurreshtje natyrale dhe hapje ndaj sëres. A ndihesh i tërhequr nga ide të reja, vende apo përvoja të reja? A ndihesh i gjallë kur zbulon diçka krejtësisht të panjohur? Kjo nuk është vetëm një ndjenjë paqëndrueshmërie, është një shtysë arketipale e thellë për të eksploruar botën. Teoria japoneze Ketsuikigata e përshkruan tipin B si krijues, pasionant dhe të pavarur, cilësi që përputhen në mënyrë të përkryer me arketipin jungian të eksploruesit. Kjo përputhje ndërkulturore sugjeron se ka diçka themelore në energjinë e tipit B që njihet në sisteme të ndryshme simbolike. Nëse ke grupin e gjakut B, ka shumë të ngjarë që të kesh një shumëllojshmëri natyrore, aftësish atë që Jung do ta quante një funksion të zhvilluar të ndjeshmërisë ekstroverte. Përshtatesh shpejt në mjedise të reja dhe menaxhon ndryshimet me lehtësi të admirueshme. Kjo aftësi nuk është paqëndrueshmëri, është një talent që të lejon të lulëzosh në një botë në ndryshim të vazhdueshëm. Aftësia jote për të menduar jashtë kufive të zakonshëm do ta kishte impresionuar thellë Jungun. Ndërsa të tjerët ndjekin rrugë të përcaktuara, ti ndjek rrugën tënde i udhëhequr nga një busull e brendshme që të çon drejt përvojave autentike, jo pritshmërive shoqërore. Energjia krijuese që shpesh e karakterizon tipin B është ngushtësisht e lidhur me atë që Jung e quante funksioni transcendental, aftësia e psikikës për të bashkuar të kundërtat dhe për të krijuar zgjidhje të reja. Ti sheh lidhje aty ku të tjerët shohin vetëm kontradikta dhe në këtë mënyrë gjen qasje origjinale në zgjidhjen e problemeve. Jung do të ishte veçanërisht i interesuar për marrëdhënien tënde me rregullat dhe strukturat. Ti sheh rregullat më shumë si udhëzime se sa si ligje të forta. E vlerëson çdo situatë në mënyrë individuale, jo të përgjithshme, një qëndrim fleksibël që për personalitetet më tradicionale mund të duket si rebelim, por që në të vërtetë është shprehje e një etike të kontekstit. Në marrëdhënie, shpesh sjell ndershmëri freskuese dhe autenticitet. Jung do ta shihte këtë si një shprehje të shëndetshme të funksionit tënd emocional, aftësinë për të njohur qartë vlerat e tua dhe për t'i komunikuar drejt për drejt, pa autocensur të panevojshme. Për disa kjo mund të jetë sfiduese, por gjithashtu shumë çliruese. Arketipi i eksploruesit që përputhet me tipin B simbolizon lirinë dhe kurreshtjen, dëshirën për përvoja të reja dhe për të hyrë në territore të panjohura. Ti tërhiqesh drejt skajeve të hartës si në kuptimin e vërtet, ashtu edhe në atë simbolik, gjithmonë jetur për të ditur se çfarë ndodhet përtej të njohurës. Por Jung na kujtonte se çdo forcë arketipale ka hijen e saj. Te tipi B, kjo hije shpesh shfaqet si shqetësim që e bën të vështirë përfundimin e projekteve afatgjata ose si rezistencë ndaj angazhimit që mund të rëndojë marrëdhëniet. Për Jungun, njohja e këtyre hijeve ishte thelbësore për plotësinë psikologjike. Pavarësia jote ka të ngjarë të jetë një shprehje e funksionit tënd intuitiv ekstrovert, një shtysë e drejtuar jashtë për të zbuluar, që ka potencial të madh, por që gjithashtu mund të paraqesë sfida. Kur është në ekuilibër, kjo çon në inovacion dhe kuptim të thellë. Kur është në disekuilibër, mund të çojë në një kërkim të pafund për të rënë pa thellësi. Në jetën profesionale, njerëzit me grupin e gjakut B shpesh shkëlqejnë në role që kërkojnë mendim krijues, fleksibilitet dhe inteligjencë sociale. Jung do ta shihte këtë si një shfaqje të natyrshme të funksioneve të tua psikologjike bazë. Qoftë si sipërmarrës, artist, gazetar apo këshilltar, shumëanësia dhe ndjeshmëria jote ndaj njerëzve janë përparësi të mëdha. Mënyra se si merr vendime pasqyron një funksion intuitiv, t'i vlerëson në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke konsideruar shumë mundësi para se të veprosh. Për personalitetet më të strukturuara, kjo mund të duket si hezitim, por në të vërtetë të lejon të shohësh alternativa që të tjerët i humbasin. Personat me grupin e gjakut B shpesh kanë një marrëdhënie interesante me kohën.
Mund të kesh aftësinë pothuajse të çuditshme për të qenë plotësisht i pranishëm, i përqendruar krejtësisht në atë që po ndodh. Për Jungun, kjo do të ishte një shprehje e shëndetshme e funksionit të ndjeshmërisë, aftësia për të përjetuar realitetin pa shpërqendrime nga e kaluara ose e ardhmja. Ideja të rish me rrjedhën gjen njehon të thellë në shumë personalitete të tipit B. Ti shpesh mbështetesh në rrjedhën natyrore të ngjarjeve, në vend që të përpiqesh të kontrollosh çdo rezultat. Jung këtë do ta lidhte me intuitën tënde të zhvilluar dhe me sigurinë tënde të brendshme përballë pasigurisë. Stresi zakonisht shfaqet te tipi B kur ndihesh i bllokuar në struktura të ngurta ose rutina monotone. Jung do ta interpretonte këtë si aktivizim të funksionit tënd inferior, aspekti më pak i zhvilluar dhe më reaktiv i personalitetit. Detyra jote më e rëndësishme për zhvillim është të gjesh ekuilibrin midis lirisë dhe angazhimit. Jung besonte se plotësia psikologjike kërkon integrimin e të gjitha aspekteve të personalitetit, madje edhe atyre që nuk janë të natyrshme për ne. Për tipin B, kjo shpesh nënkupton zhvillimin e më shumë strukture dhe qëndrueshmërie, pa humbur spontanitetin dhe aftësinë për t'u përshtatur. Shumë persona me grupin e gjakut B raportojnë se me kalimin e kohës fillojnë të vlerësojnë më shumë planifikimin dhe rendin. Jung këtë do ta shihte si një proces natyror, maturimi, një integrim gradual i funksioneve më pak dominante. Nevoja jote për liri me kuptim nuk është thjesht një preferencë. Ajo është një shprehje arketipale e shtysës tënde të brendshme për të eksploruar gjithë spektrin e përvojës njerëzore. Jung e shihte këtë si pjesë të udhëtimit tënd drejt individuimit, përpjekja për të jetuar talentet e tua unike pa kufizime të panevojshme. Çfarë thellësisht të fshehura ndodhen në gjakun e atyre që kanë grupin e gjakut AB? Në interpretimin jungian, si bartës i grupit më të rrallë të gjakut në botë, vetëm rreth 4 e popullsisë globale ti mishëron arketipin e diplomatit ose ndërmjetësit. Ndoshta je personaliteti më natyrshëm, kompleks dhe shumë dimensional ndër të gjitha grupet e gjakut. Grupi AB është magjepsës si nga ana biologjike, ashtu edhe nga ajo simbolike. Është i vetmi grup gjaku që përmban si antigjenet, ashtu edhe bë një simbol fizik i dualitetit. Jung do të mahnitej nga ky bashkim biologjik i kundërtive, pasi përputhet në mënyrë të përsosur me konceptin e tij conjunctio oppositorum, bashkimi i të kundërtave si rrugë qendrore drejt tërësisë shpirtërore. Jung besonte se të gjithë njerëzit mbartin brenda vetes kundërthënie të brendshme, por te njerëzit me grup gjaku AB, kjo shumësi e brendshme duket sikur është shkruar fjalë për fjalë në gjakun e tyre. A ndihesh ndonjëherë sikur tregon anë të ndryshme të personalitetit tënd në varësi të situatës? A e ke të lehtë të kuptosh dhe të përcjellësh këndvështrime të ndryshme? Kjo nuk është kontradikt, është një shprehje e thellë arketipike e integrimit. Teoria japoneze Ketsueki Gata përshkruan njerëzit me grup gjaku AB si mendimtar, misterioz dhe kompleks, cilësi që përputhen në mënyrë të mrekullueshme me arketipin jungian të ndërmjetësit. Ky përputhje ndërkulturore tregon se ekziston diçka themelore në energjinë AB që tejkalon sistemet e besimit. Nëse ke grupin e gjakut AB, ka shumë gjasa të kesh aftësinë natyrore për të përfshirë perspektiva të ndryshme, njëkohësisht atë që Jung do ta quante funksion i theksuar perceptues. Mund të mbash mendime të kundërta në vetdije pa pasur nevojë të zgjedhësh menjëherë një anë. Kjo fleksibilitet kognitive nuk është paqëndrueshmëri, por një mënyrë e pjekur të menduari që vlerëson edhe qasjet më kundërshtuese. Aftësia jote për t'u përshtatur në mjedise të ndryshme shoqërore do ta kishte intriguar shumë Jungun. Ndërsa të tjerët luajnë vazhdimisht të njëjtin rol, ti shpesh përshtatesh në mënyrë delikate, jo për shkak të pandëshmërisë, por për shkak të shkaftësisë së natyrshme psikologjike. Zgjidhja kreative e problemeve e zakonshme të njerëzit me grupin AB lidhet me atë që Jung e quante imagjinat aktive, aftësia e mendjes për të luajtur me mundësi dhe për të krijuar zgjidhje të reja. Mendimi yt është më pak linear dhe më shumë asociativ, ti dallon lidhje që të tjerët nuk i shohin.
Jung do të ishte veçanërisht i interesuar për marrëdhënien tënde me identitetin. Ndoshta gjatë gjithë jetës ke ndjerë se është e vështirë të përcaktosh veten se qëndron mes botëve, ndërsa të tjerët duket se e gjejnë vendin e tyre me lehtësi. Kjo ekzistencë në prag mund të jetë sfiduese, por gjithashtu një dhuratë t'i ndërmjetëson midis të kundërtave, aty ku të tjerët shohin ndarje. Në marrëdhënie, zakonisht shfaq një ndjeshmëri dhe mirëkuptim të jashtëzakonshëm. Jung do ta konsideronte këtë si shprehje të shëndetshme të funksionit ndjesor, aftësinë për t'u ndjerë thellësisht me të tjerët dhe për të reaguar në mënyrë të përshtatshme. Kjo ndjeshmëri e thellë të bën një partner të vlerësuar, megjithse ndonjëherë mund të bëjë të cenueshëm ndaj emocioneve të tjerëve. Arketipi i ndërmjetësit i lidhur me grupin AB kërkon pika të përbashkëta mes të kundërtave. Shpesh je personi që ndërton ura, përkthen mes mënyrave të menduarit dhe mundëson mirëkuptim të ndërsjellë. Por edhe ky arketip ka hijen e tij. Te tipi AB kjo mund të shfaqet si kontradikta të brendshme që çojnë në paralizë vendimmarrjeje ose si përshtatshmëri që zben ndjenjen e vetvetes. Jung e konsideronte ndërgjegjësimin për këto hije si një hap të domosdoshëm drejt integrimit shpirtëror. Prirja jote drejt kompleksitetit do të konsiderohej nga Jung si shprehje e funksionit intuitiv introvert, një eksplorim i brendshëm i mundësive. Në ekuilibër sjell njohuri të thella dhe krijimtari në mungesë ekuilibri mund të çojë në mbimendim pa përfundime të qarta. Në sferën profesionale, njerëzit me grupin AB shkëlqejnë shpesh në fusha që kërkojnë diplomaci, komunikim ndërkulturor, sintezë kreative ose këshillim psikologjik. Jung do ta shihte këtë si zhvillim të natyrshëm të funksioneve të tua dominante. Në zgjidhjen e konflikteve, krijimtari, terapi apo ndërtimin e urave mes kulturave, kompleksiteti yt është një forcë, jo dobësi. Procesi yt i marrjes së vendimeve ndjek atë që Jung e quante boshti intuit, ndjeshmëri, një ndërthurje e mundësive dhe vlerave përpara se të zgjidhet rruga. Për njerëzit më praktik, kjo mund të duket si paqartësi, por në realitet sjell vendime të nuancuara dhe të qëndrueshme. Njerëzit me grupin AB shpesh kanë një marrëdhënie intriguese me kufi. Ti lëviz më lehtë se të tjerët mes botëve shoqërore, fushave profesionale ose konteksteve kulturore. Jung do ta interpretonte këtë si një shprehje të shëndetshme të kufive të egos, aftësia për të zgjeruar imazhin e vetes dhe për të integruar përvoja të larmishme. Të menduarit në terma, edhe në vend të ose ndoshta të tërheq thellë. Kundërshton ndarjet e thjeshtuara dhe shpesh e gjen të vërtetën në bashkimin e perspektivave kontradiktore. Jung do ta quante këtë një afinitet natyror me konceptin e tij të tejkalimit të kundërtive. Stresi të tipi AB shpesh ndodh kur je i detyruar të reduktosh situata komplekse në përgjigje të thjeshta ose kur ndodhesh në mjedise që kërkojnë koherencë të ngurtë. Jung do ta shihte këtë si aktivizim të funksionit tënd inferior, pjesa më pak e zhvilluar dhe më reaktive e personalitetit. Një nga detyrat më të rëndësishme të zhvillimit tënd mund të jetë të ruash kompleksitetin tënd, por të mësosh gjithashtu të marrësh vendime të qarta. Jung besonte se tërësia psikologjike kërkon pranimin e të gjitha pjesëve të brendshme, edhe atyre që janë në kontrast. Për njerëzit me grupin AB, ku të kundërtat janë të bashkuara në gjak, rruga mund të jetë më shumë gjetja e thelbit tënd të brendshëm në mesin e shumëllojshmërisë se sa thjesht integrim. Shumë njerëz me grupin AB raportojnë se me kalimin e kohës zhvillojnë më shumë qartësi dhe vendosmëri. Jung do ta shihte këtë si pjekuri natyrore, integrim gradual të funksioneve më pak dominante që të bën më të qëndrueshëm dhe më të hapur ndaj botës. Nevoja jote për të lidhur njerëzit përtej dallimeve nuk është thjesht një dëshirë, është shprehje arketipike e misionit tënd të brendshëm për të shëruar ndarjen dhe për të ndërtuar tërësi. Jung do ta konsideronte këtë pjesë të udhëtimit tënd drejt individuatës, thirrja për të përdorur dhuntit e tua për të ndërtuar ura aty ku të tjerët shohin mure. Një nga aftësitë më të vlefshme të modelit AB është aftësia për të përballuar paradokset pa pasur nevojë t'i zgjidhësh menjëherë.
Në një botë që shpesh kërkon përgjigje të thjeshta, aftësia jote për të përballuar ambivalencën dhe thellësinë është një dhuratë e vërtetë. Jung do të theksonte grupi yt I gjakut nuk përcakton fatin tënd. Ai thjesht tregon modele arketipike që mund të jenë më familjare. Rruga e vërtetë drejt individuatës është ndjekja e këtyre prirjeve duke zhvilluar njëkohësisht qartësi mbi vlerat dhe identitetin tënd. Sipas këndvështrimit jungian, nuk bëhet fjalë për të zhdukur kontradiktat e brendshme, por për t'i pranuar ato si pjesë e tërësisë tënde. Gjaku yt AB mund ta tërheqë drejt kompleksitetit dhe integrimit, por vetëm ti vendos se kush do të bëhesh. Grupi I gjakut 0 luftëtarët e lashtë të pavetdijes kolektive çfarë force arkaike rrjedh nëpër venat e atyre që kanë grupin e gjakut 0, sipas qasjes son jungiane, duke pasur grupin më të zakonshëm të gjakut në botë rreth 45 e popullsisë, ti mund të mishërosh arketipin e luftëtarit ose heroit. Ndoshta je personaliteti më I lashtë dhe instinktivisht më I fortë ndër të gjitha grupet e gjakut. Grupi 0 është I jashtëzakonshëm si nga këndvështrimi evolucionar, ashtu edhe nga ai simbolik. Ai konsiderohet grupi më I hershëm I gjakut tek njerëzit, nga I cili kanë rrjedhur të gjithë të tjerët një lidhje biologjike me paraardhësit tanë më të hershëm. Jung do të ishte thellësisht I impresionuar nga kjo cilësi arkaike, pasi lidhet drejt për drejt me konceptin e tij të pavetdijes kolektive, shtresat më të thella të psikikës që na lidhin me të kaluarën tonë evolucionare. Jung besonte se të gjithë mbajmë gjurmët e historisë së llojit tonë në vetvete. Por tek njerëzit me grupin e gjakut 0, kjo lidhje me të kaluarën e stërgjyshërve duket veçanërisht e fortë. A ndodh ndonjëherë të ndjesh siguri instinktive në situata ku të tjerët hezitojnë? Vepron shpesh në mënyrë intuitive dhe të vendosur ndërkohë që të tjerët janë ende duke menduar? Kjo nuk është thjesht impulsivitet, është një shprehje e thellë arketipale e energjisë së luftëtarit. Teoria japoneze Ketsuekigata përshkruan njerëzit me grupin e gjakut 0 si vetbesues, të qëndrueshëm dhe lider të lindur, cilësi që përputhen mrekullisht me arketipin e heroit të Jung. Ky përputhje ndërkulturore tregon për një forcë themelore të energjisë së tipit 0 që ka përcen kufit kulturor. Nëse ke grupin e gjakut 0, me shumë gjas ke një aftësi të lindur për të marrë vendime, atë që Jung do ta quante funksioni I zhvilluar I gjykimit. Mund të perceptosh shpejt situatën dhe të veprosh pa u zhytur në mendime të pafundme. Nuk është mendjelehtësi, por një talent që të lejon të reagosh në mënyrë efektive kur kërkohet veprim I menjëhershëm. Aftësia jote për të qëndruar I përqendruar në qëllime pavarësisht pengesave do ta kishte mahnitur Jungun. Aty ku të tjerët dorëzohen ose ndryshojnë drejtim, ti vazhdon me vendosmëri I shtyrë nga një forcë e brendshme që nuk I shmang pengesat, por I përballon ato. Aftësia jote e lindur për të udhëhequr, që shpesh vërehet te njerëzit e tipit 0, lidhet ngushtë me arketipin e heroit, ai parim psikik që përballon sfida dhe frymëzon të tjerët. Energjia jote zakonisht është e drejtpërdrejtë dhe e orientuar drejt synimit, gjë që të bën shpesh një pikë mbështetjeje për të tjerët në kohë të vështira. Jung do të interesohej veçanërisht për lidhjen tënde me botën fizike. Mund të kesh një lidhje të fortë me trupin tënd, me natyrën dhe me aktivitetin fizik, një prani e ngulitur që të mban të ankoruar në të tashmen. Kjo vetdije trupore pasqyron idenë jungiane të unitetit mes trupit dhe mendjes. Në marrëdhënie, shpesh sjell qartësi dhe drejtësi. Jung do ta konsideronte këtë një shprehje të shëndetshme të boshtit, mendim, ndjenja, aftësinë për të ditur çfarë dëshiron dhe për ta komunikuar qartë, pa ndërlikime të panevojshme. Për të tjerët kjo mund të jetë sfiduese, por gjithashtu freskueshëm e ndershme. Arketipi I luftëtarit I lidhur me grupin e gjakut 0 përfaqëson mbrojtjen, guximin dhe veprimin e vendosur. Shpesh je ai person që përballet me sfidat nga të cilat të tjerët shmangen me bindjen e fortë se mund t'i tejkalosh ato. Por edhe këtu Jung na kujton se çdo forcë arketipale ka hijen e vet. Te tipi 0 kjo shfaqet shpesh si kokfortësi që bllokon ndryshimet e nevojshme ose si agresivitet që lind nga zhgënjimi.
Për Jung, vetdia për këto anë të errëta ishte thelbësore për ekuilibrin mendor. Orientimi yt drejt veprimit do të ishte për Jung shprehje e një funksioni të ndjeshmërisë ekstroverte, një qasje aktive dhe e drejtuar nga jashtë ndaj botës konkrete. Në ekuilibër, kjo çon në veprime efektive dhe rezultate të prekshme. Kur është në çekuilibër, mund të kthehet në padurim që lë pas dore nuancat e rëndësishme. Në kontekstin profesional, njerëzit e tipit 0 shpesh shkëlqejnë në fusha që kërkojnë udhëheqje, menaxhim krizash dhe qëndrueshmëri. Jung do ta shihte këtë si shprehje natyrale e funksioneve të tua mendore dominuese. Qoftë në shërbimet emergjente, në sportet profesionale, në menaxhim apo në mbrojtjen e të drejtave, vendosmëria dhe qëndrueshmëria jote të sjellin respekt dhe sukses. Qasja jote ndaj zgjidhjes së problemeve pasqyron atë që Jung do ta quante boshtin ndjeshmëri, mendim, një proces që kap shpejt realitetin konkret dhe më pas nxjerr veprimin më efektiv. Për tipe më analitike, kjo mund të duket si thjeshtësim, por në realitet është efikasitet që mundëson veprim të shpejt në momentet vendimtare. Njerëzit me grupin e gjakut 0 shpesh kanë një marrëdhënie interesante me traditën dhe inovacionin. Vlerëson strukturat e provuara, por je gjithashtu i gatshëm me të eksplorosh rrugë të reja kur e vjetra nuk funksionon më. Jung do ta konsideronte këtë një ekuilibër të shëndetshëm mes urtësisë kolektive dhe realitetit praktik. Shprehja thjesht bëje ka jehon të thellë për shumë personalitete të tipit 0. Ke më shumë besim te veprimi se sa te analiza e tepruar, duke besuar se lëvizja sjell qartësi. Jung do ta lidhte këtë me lidhjen tënde natyrore me inteligjencën e trupit dhe besimin në veprim të drejtpërdrejtë. Stresi shfaqet shpesh te tipi 0 kur detyrohesh të përfshihesh në procese të gjata vendimmarrjeje ose kur ndodhesh në situata të bllokuara nga kompleksiteti dhe pasiviteti. Jung do ta interpretonte këtë si aktivizim të funksionit tënd inferior, aspekti më pak i zhvilluar dhe më reaktiv i personalitetit. Një nga detyrat e tua më të rëndësishme të zhvillimit mund të jetë balancimi i veprimit me reflektimin. Jung besonte se të qenit i plot psikologjikisht nënkupton përfshirjen edhe të pjesëve të pakëndshme apo jo natyrore të vetvetes. Për njerëzit me grupin e gjakut 0, kjo shpesh do të thotë të zhvillojnë më shumë durim për paqartësinë dhe thellësinë pa humbur ndjenjen e qartësisë dhe vendosmërisë. Shumë njerëz të tipit 0 raportojnë se me kalimin e viteve zhvillojnë më shumë durim, ndjeshmëri dhe aftësi për të dalluar nuanca. Jung do ta shihte këtë si një proces natyral, pjekurie, një integrim gradual i funksioneve mendore më pak dominuese. Nevoja jote për sfida kuptimplota është më shumë se një dëshirë personale, është një shprehje arketipale e shtytjes tënde të brendshme për ta testuar veten në botë dhe për të rritur veten përmes kapërcimit. Jung do ta shihte këtë si pjesë të udhëtimit tënd drejt individuimit, dëshirën për të zhvilluar shpirtin tënd luftarak në shërbim të mirës kolektive. Një nga forcat më të mëdha të modelit të tipit 0 është aftësia jote për të mobilizuar energji dhe për të frymëzuar të tjerët kur është koha për veprim. Në një botë që shpesh humbet në hezitim, qartësia dhe vendosmëria jote janë një pasuri e paçmueshme. Jung do të theksonte grupi yt i gjakut nuk e përcakton fatin tënd. Ai tregon vetëm tendenca arketipale që mund të jenë më të njohura. Rruga e vërtet drejt individuimit është ndjekja e këtyre prirjeve natyrore, por edhe zhvillimi i kundërpeshave të tyre, ekuilibri mes veprimit dhe thellësisë së brendshme ku njerëzilku yt i plot mund të lulëzojë. Nga këndvështrimi jungian nuk bëhet fjalë kurrë për t'ju përshtatur në mënyrë perfekte një tipi. Bëhet fjalë për t'u bërë plotësisht vetvetja. Gjakut yt i tipit 0 mund t'i dëgjohet përshpërima e drejtpërdrejtësisë dhe vendosmërisë, por vetëm ti vendos kush do të bëhesh. Gjakut yt nuk i takon vetëm të transportojë oksigjen nëpër trupin tënd, ndoshta ai mban edhe përshpëritjen e natyrës tënde më të thellë. E nëse rruga drejt vetes tënde të vërtet ka rrjedhur gjithmonë nëpër venat e tua, Jung na kujtonte gjithmonë se simbolet më të rëndësishme shpesh fshihen në të përditshmen.
Herën tjetër kur të ndjesh një tërheqje të pashpjegueshme drejt disa modeleve sjelljeje dëgjo me kujdes. Ndoshta nuk është vetëm mendja jote e vetëdijshme që po flet, por edhe mençuria arketipale e gjakut tënd që po të çon drejt njeriut që ke qenë gjithmonë i destinuar të jesh.